Rikthehemi sërish në studio në pjesën e tretë të programit, është koha e horoskopit të teknologjisë. Sigla dhe rikthehemi sërish në studio në bisedë. Horoskopi teknologjisë, cilat janë zhvillimet gjatë kësaj jave të inteligjencës artificiale. Erman Mertenika na bashkohet më njëherë. Përshëndetje, Mirë dhe se vjen. kënaqësi që gjithmonë janë pranë jush, që flasin për inovacione dhe i sugjerojmë të gjithë shikuesve të fokusohen ke teknologjia, ke shkenca ku ka më bukur. Të ftoj të orator sepse më ke përgatitur me disa nga temat për cilat do të flasim sot, më zgjuan shumë kuriozitete dhe shumë interes, jam e sigurt se kështu do të ndodhe edhe për shikuesit tan. Çdo tematikë inteligjencës me botën Ermand në qoftë se liderat do të ishin AI. Kjo ishte faktikisht është një pyetje shumë interesante, Brunilda, që faktikisht edhe unë kam hulumtuar deri diku, por që domethënë edhe kam pyetur pak, sepse unë e kam përmendur që ChatGPT apo inteligjenca artificiale është kthyer si këshilltar im digital me ngushtë, vetëm me atë bëj muhabet. Jo vetëm për ty. Pra komunikim pikërisht. Dhe pyetja në përgjithësi që a do të kishim luftra nëse Si do të ishte politika ndërkombëtare, a do të kishte luftra, nëse liderat botror do të ishin Nëse liderat botror AI. do ishin inteligjencë artificiale, lufta nuk do ekzistonte. Unë mendoj që do ishte një paqe totale, gjithashtu edhe mendoj që ne do kishim parajsën tokë. Përse unë duhet të argumentoj këtë gjë? Inteligjenca artificiale, do me thënë mundohet që të krijoj miliona apo miliarda skenar për të evituar konfliktet, për plasjet, do me thënë është truri elektronik. Inteligjenca artificiale nuk karakterizohet nga krenaria, nuk karakterizohet nga egoizmi apo egoja dhe prishja e marrëdhënieve kur deri më sot apo dje i kam pasur marrëdhëniet e mira. Pra, inteligjenca artificiale nuk e njeh interesin. Që do thot inteligjenca artificiale në këto prizma është armiku ynë më i madh i inteligjencës natyrale. Që do thot tashmë, po ta konkretizojmë, luftrat krijohen nga egoizmat, krijohen nga prishjet e marrëdhënieve diplomatike midis liderave të ndryshme, grupe, klane të ndryshme etj. Dhe krenaria e tepërt. Do me thënë, ne vuajmë pak pra njerëzit, kurse inteligjenca artificiale është pikërisht pra si ajo, që ti mund t'jesh shahisti më profesionist, më ekspert dhe të luash me një aplikacion në një telefon apo në një tablet. Gjithmonë inteligjenca artificiale do fitoj, sepse do gjej rrugët maksimale. Mendon se do të shkojmë drejt liderave? Që është e vërteta, me qenë se ne kemi krijuar inteligjencën artificiale, unë mendoj që njerëzimi e kufizon këtë gjë, sepse unë e përmenda, nëse liderat do jenë inteligjencë artificiale, luftra nuk do ketë më. Le të marrim një rast më konkret, për shembull Korenë e Veriut, një popullsi prej më shumë se 50 milion banorësh, e restriktuar dhe kufizuar nga një lider i cili ka principe diktatoreske. A është gjë e këndshme kjo? Ndërkohë që nëse Kim Jong-u, pa bëjmë çik për batut, nëse Kim Jong-u do ishte inteligjencë artificiale, atëherë Korea e Veriut do ishte pjesë e zhvillimeve botërore që po ndodhin sot. Pra do të thotë nuk do ekzistonte kjo lloj fryme negative. A e shikon si një realitet të mundshëm këtë gjë? Asnjëherë inteligenca natyrale, njerëzit nuk do lejojnë inteligjencën artificiale të jetë autonome. Madje Brunilda, unë thjesht këtë pyetje kam bërë tek Copilot që unë përdor, kjo aplikacioni fantastik, edhe më kanë nxjerrur pikërisht pra një lloj metafore poetike artistike që më kalon patjetër që më kalon të shastizur për 2-3 ditë dhe po mendoja që nuk e kam lexuar në asnjë libër, se unë dhe lexoj herës gjatë darkave, nuk e kam lexuar asnjë libër artistik këtë lloj kreativiteti. Tash më vë në dyshim që inteligjenca artificiale po azhërnohet aq shumë. Ndajmë ne. Shife çfarë më thot. Nëse unë e pyes, nëse liderat botror do ishin inteligjencë artificiale, a do ekzistonin luftrat apo marrëdhëniet diplomatike do ishin më të shëndetshme? Edhe më thot, mund ta përfytyrojmë këtë pyetje thot si një lojë ku njerëzit janë këngëtarët e lahutës, që sjellin tingujt e historisë, dhe kreativitet që bën, ndërsa inteligjenca artificiale është matematikani i yjeve, që llogarit orbitat e paqes dhe kur lahuta dhe yjet harmonizohen, lufta shuhet.
Po që ka poetike, që ka dhe the. Pra, unë po shikoj që ishte një pyetje që një i bëm herës kaluar për empatia artificiale. E shikon një inteligencë artificiale sa po azhornohen software-ët, sa që po bëhen, do me thënë, shumë interaktive dhe të komunikueshme me njerëzit. Po mendjen, a mundet të na e lexojë inteligencë artificiale? Kjo është një pyetje shumë e bukur, faktikisht, që këtë ide ka hedhur, se unë vetë si inxhinier fizikant, realisht, shikoj inovacionet të ndryshme që bëhen pikërisht pra nga fizikantët e tjerë të cilët Stephen Hawking, një ndër fizikantët, inxhinier fizikant, ndër fizikantët më të njohur sot, i cili aktualisht kishte krijuar një pajisje apo makineri që vetë ishte pamundur që të artikulonte, por pajisja aty të nxirrte mendimet pa voice, të nxirrte mendimet të lexuar në një screen, ndërsa sot me anë të inteligjencës artificiale mund të gjenerohet një voice që të lexojë mendimet e gjeneruara nga mendja e një pacienti. Faktikisht është bërë dhe një eksperiment, më duket në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kalifornia, që ka qenë një eksperiment i tillë, ku një pacient kishte psuar pikërisht për një aksident në San Francisco, një aksident dhe kishte dëmtuar një nga hemisfera ose një nga lobet e cerebralit trurit që është përgjegjëse për të folurën dhe ishte pamundur që të fliste. Dhe me anë të kësaj pajisje që e kishte krijuar vetë Stephen Hawking në atë kohë, se inteligjenca artificiale nuk ka lindur sot. Inteligjenca artificiale ka lindur që në vitet, është krijuar si koncept që në vitet 50 kur Neil Armstrong, astronauti i parë, zbritin hënë. Domethënë, imagjino ku njerëzimi po shkonte. Sot ka arritur majat për ne. Dhe ato kanë, do me thënë, është një pajisje që mund të konsiderojmë dhe mjekësore, por invazive, elektrokortikografia, që vendoset në trurin e njeriut, brenda kafkës, dhe realisht detekton sinjalet e asaj zone ku është përgjegjëse për të shprehurën, për të folurën. Bëhet ndërhyrje. Bëhet ndërhyrje, sepse kështu është edhe Stephen Hawking për ta implementuar, për ta vendosur. Është e ngjashëm, po ta thjeshtoj pak a shumë me çipin e Elon Muskut që u bë shumë viral sot, edhe që po përdoret shumë mirë në shëndetësi, që edhe sipas Elon Muskut ky çip do lexojë mendjen e njerëzve. Po tash imagjinon e Brunilda të jemi të dy edhe të bëjmë një intervistë bashkarisht pa folur, por që mendimet tona të lexohen, domethënë në formën e një telepatie. Pra, mendimet që njeriu do të gjenerojë apo ato të vërtetën? Mendimet e veta të lexohen, mendimet e secilit të lexohen tek pajisja e të vërtetës. Po, mendimet pikërisht pra që të lexohen pa artikuluar fjalët. Domethënë ne jemi bashkë duke parë një duke folur, po, ne të lexojmë mendimet e njëri tjetrit, por pa i artikuluar. Kjo është inteligjenca artificiale që vazhdon, është akoma në proces studimi lidhje me këto, megjithëse ne përmendëm që në vitet 80 Stephen Hawking e ka realizuar në një farë mënyre, është një teknologji shumë e vështirë, domethënë edhe për të avancuar gradualisht. Por me sa kuptoj pas ka avancuar? Ka avancuar dhe çështja pikërisht pra për ta realizuar, për ta bërë konkretisht këtë gjë, do me thënë është në faza studimore, që të lexojë mendjen totalisht. Do me thënë pajisje që realisht mund të lexojë mendjen deri diku e tjerë mund të realizohet, por që ta lexojë sepse duhet krijohet një hartë, do me thënë që kjo hartë e zonës përgjegjëse të trurit të përkthehet në fjalë. Dhe më pas, me inteligjencë artificiale ne i dim këto voice AI tashmë që gjenerohen. Pra shikojmë sot... Me këto zhvillime ndoshta nuk do të jetë e largë dita që po mund të implementohet për personat të cilët nuk flasin, por të... Unë mendoj që shumë shpejt e kanë nxjerrur faktikisht edhe këto inovacionet se ne kemi përmendur Shtetet Bashkuara të Amerikës, Silicon Valley hecën përpara me shkencën, nuk mund të lëmë mbrapa edhe Kinën apo edhe të tjerë, të cilët eksperimentojnë me teknologji shumë inovative. Si ka ndryshuar makina e të vërtetës? Gjithmonë ka qallur shumë kuriozitet. Kjo është një pyetje shumë e bukur faktikisht, është krijuar deri diku dhe më përpara, poligrafia. Deri diku mund ta japi konceptin edhe elektroencefalografi e zheja, për shembull shkencore. Një njeri për shembull fjala vjen që mashtron, kuptohet pikërisht pra që në pamje të parë nuk duket që po mashtron. Ne mund të marrim për shembull një psikologe klinike të trajnuar etj për këtë mund ta detektoj. Por një njeri i cili mashtron ose i devion të vërtetës, gjithmonë ka disa efekte fiziologjike që ndryshojnë. Që do të thotë, nëse pikërisht pra ne vendosim, aplikojmë poligrafin, që është pajisje që menjëherë ty të detekton një mashtrim, është me disa sensor që vendoset pikërisht pra në kokës, një kapsul me disa... Ato janë elektroda që detektojnë. Në moment që mendja jote apo truri yt, do me thënë, shpreh një të vërtet,
atëherë do thotë që sinjalet e mendjes apo trurit janë normale, që do thotë që ti nuk po fshet diçka të krijosh. Domethënë është ndryshimi vetë i organizmit, rrahjet e zemrës. Është përsosur kjo pajisje? Ajo është krijuar edhe më përpara, kryesisht përdoret në investigime është krijuar shumë më përpara, po është përsosur. Patjetër që po, se është, ajo tregon valët e mendjes. Pra ndërgjegja, nëse një njeri tregon të vërtetën, ndërgjegja e tij i jep pikërisht pra dhe sinjale në trup, pra sinjale biologjike që janë normale dhe valët cerebrale. Ku do mund të përdoret kjo pajisje tani? Pra nëse do të mund të marrë një përdorim të gjerë, ku do të përdoret? Ajo kryesisht në investigime kriminalistike, në aspekte shkencore, madje në disa vende kjo përdoret pikërisht pra dhe në disa korporata, që do të thotë përpara se të rekrutojnë marrin punonjës të rinj, një staf apo punonjës të rinj, të shikojnë nëse ky gënjen apo jo vëlla. Edhe nëse ai nuk gënjen do thotë që është besnik. Pra koncepti besnikërisë. Ta punësojmë në të kundërt. Pikërisht, pra që do të thotë, po ta thjeshtojmë se është pak edhe e bukur kjo. Në momente qetësie, kur ne themi të vërtetën, ne ndjehemi krenar dhe nuk jemi në siklet. Ndërkohë që kur mashtrojmë ose i devijojmë diçka apo fshehim diçka, fillon nervozizmi. Dhe nervozizmi ndikon në rritjen e sinjalit cerebral, pra rritjen e sinjaleve elektromagnetike trurit. Interesante për korporatat e mëdha, për momentin që mund të në disa korporatat e mëdha jo në Shqipëri ende. Herman, faleminderit shumë, do takojmë javën e ardhshme. Shpresojmë që javën e ardhshme me anë të inteligjencës artificiale ne të bëjmë një intervistë pa shprehur. Pa folur fare. Pa folur, vetëm të bëhet edhe të lexohet. Gjëra çuditshme po shikojmë dhe ne teknologjisë faktikisht. Po, dhe mund të shohim edhe në një kohë kaq të shkurtër. Herman Knajsi, jemi në fund të takimit për sot, pas pak edicion informativ i lajmeve, sot në mbrëmje kemi Ferma VIP 3. Mirupafshim.